Emanuel Veshpak. Me lexuar edhe me pas forte në cilin kapitull? Mos gjuj diçka bollën e jo se që dy herë për ja fut këtë. A ki lexuti? Shumë herë bile. Cilin kapitull? Nuk kemi asnjë këto avokat religione, ju lutem ta maja një fali bedi. Jo, kam kapitull se kur foli diçka për Kur'an me konceptet. Unë citova dy kryesuar të citova. Besimit bazë. Mësohu me fol me argumente forte. Jo me gjujt najra. Biblën e dhe gjenë. O dhe thërë kom shpetu se kom gjetë. Ti kanë zona ku e gjete. Gjoma ti mu. A ke gjenë Biblën? Jo. Profeti Isa a.s. I lutet Zotit. Edhe bon thire me adhuru Zotin, jo ato. Ato nuk bon një gjyri me adhuru Zotin. Ta shtë qëto se ke gjenë Biblën e përkëshim me gjenë Biblën të Koranit Mishe djerë të tërkoni. A o Zotin plët fuqishëm. A ka A mësi që Zotin me një fjallë të vetën me bo gjithë shka. Po, mëre ka. Atër, me fjallën e vetë e krija Jezusin. A ka orë mënyrë të mrekullueshme Jezusi si pas Koranit? Ka orë mënyrë të mrekullueshme? Po, a ka ardhën pa marrëdhënie seksuale? Po. Kush e pruni? Kush? Kush e pruni? A është Adami Zoti? Qysh linë Zoti? Qysh linë Zoti? Bëllë se spekutëm për kërëja. Mos u fush nëse s'me konceptin e ta përfundaj o burë. Qysh linë Zoti ka zëmë dëmuaj? Se ti s'mur me kuptu që du me thonë për dersa këthen për jahutit. Prit, të më thët, vetë Korani pranon që Jezusi erdhi në mënyrë të mrekullueshme në këtë botë. Po të kjo është mrekullia e Zotit.